unë do të mbaj një monolog për kritikat. Shpesherë, kur bëjnë ndonjë kritik për shqiptarët, ka shumë njerëz që thonë u bë surrati yt të kritikoj shqiptarët. Nëse nuk është se dua të merrem me ta, po dua t'u them që nuk është surrati im ai që ka shkaktuar kriza ekonomike, kriza politike, kriza sociale. Prandaj, ne tërkohën duhet të diskutojmë për mënyrën se si veprojmë, për mënyrën se si mendojmë, për mënyrën se si mësojmë dhe për mënyrën se si ndryshojmë. Dua t'ju them vetëm 3 gjëra. Së pari, ne duhet të mësojmë nga ato çfarë kanë thënë të huajt për ne. Për shembull, Bajroni për ne kanë thënë këtë gjë. Shqiptarët i kanë virtyte të mira, por duhet të ishin pak më të arrira. Dhe ne duhet ta vëmë në mendje që të jemi më virtuoz. Së dyti, duhet të vazhdojmë veprën e rilindasve tanë, të cilët në çdo rast kritikonin të gjitha dukurit e këqija që ata vinin re. Dhe ndonjëherë, atyre u plaste buza nga e keqja shoqërore, dhe prandaj kanë thënë dhe ca fjali që ne sot nuk na pëlqejnë. Së treti, ka një zgjidhje shumë të thjeshtë për shumë nga problemet tona. T'i kthejmë veset në virtyte. Po për këtë do t'u flas një herë tjetër. Ajo që dua t'u them, dhe që është e veçantë për shqiptarët, është që ne dim të qeshim me hallin ton. Ne i kalojmë problemet me një batut. Dhe në fushën e batutave, nuk besoj që ka kom tjetër që na e merr. Faleminderit për vëmendjen, miru takofshim javës tjetër.